me 27 shkurt 98 gjatë kryrjes detyrave. UÇK ka pas për detyrë nga fshati Polas deri në fshatin Qirez me patrullu, me i legjitimue qytetarët, edhe terenin me patrulluar për shkak se komunën e Skënderajit më veç policia serbe janë kanë paralizu. Mirë po, ka pas në komunën e Drenosit që patrullojshin policia serbe. Atëherë na kemi ardhur këtu deri në orën e mbrëmjes kanë patrulluar deri në Qirez. Në mbrëmje kanë ardhur nisiti UÇK-s, nisiti Musjasharit, Rasim Kiqina, Jahir Hajdari, Beqir Meha, Gjem Kudra, Isferati, vllau Beqir Regjepi, unë Zeqir Regjepi, Oxha Recep Regjepi, edhe baba Embrahim Regjepi, të gjithë jemi grumullu në udhën tonë, kull këtu, e cila u quajtë atëherë qerdhe e ushtrisë lirimtare. Dikush e quajtë bazë, dikush qerdhe. Kështu që jemi grumullu aty, kemi ngronë darkë, pasta jemi dol me detyra tjera. Në fshatin Likoshan, me patrullu që mjau pa mundësue, patrullav sërbe mos me patrullu në komunë Drenosit, kemi dol dekteri në orën 23. Kemi patrullu, pastaj kur kemi fillu mu kthy këtu në bazë gjatë rrugës, më ka blindu me drita Musjashari. Më nolë edhe, është afru më ka thonë, na po shkujmë në Dobrashes të Jahir Hajdari, sepse e kem një kontakt me Sabit Ladrusin, edhe po na vyn një kontakt me tonë. Atëhere, shkoni ju në bazë, e nesër në orën 10 afërsisht, na më rrimi aty edhe bashkume edhe vazhdojmë me detyra tjera. Atëhere kemi arna këtu në udhën tonë, kemi vendosur rujet, si çdo herë zakonisht, se për shkak se ka qenë terreni i shplut, rujet gjithë i kemi pas. I kemi vendosur, me ran kemi runa, moshkujt e shtëpisë, Oxha, vllau, unë, do vllazën tjerë, kështu që të gjithë. Në mëngjes, kur jemi qu, kemi ngronë mëngjes. Edhe Oxha ka dalë në qatarën që aty me mjell tarshan, ma shumë me vëzhgue, e vllau ka dalë me vëzhgu që ka, se i shkuha që kanë më ardhë këtu në bazë më bashku me një. Atëhere e kum një fishëllim të madhe nga vllau, e ju kum thotë që në burra kap një armë se ja janë arrethu, ja janë të armë në arrethu. Kanë thotë ku pidi. Thashe kam një sinjal me vllaun kur të fishëllën, kape pushken, kur gjë tjetër. I kanë kapë gjithë armë të orë vllau, kur orë, thëtë asmojninja, kemi thonë që ka koqë se na mrena nuk nishëm krizma, thëtë nga një krizma na kanë ro shëgë në prit. Ku thëtë në Likoshan, atëherë kemi dalë. Aty për funi, aty drejt këna shku, këna vazhdu, në parabartë Ferat Danit, me vrap këna shku nga komuna e Skënderajit në komunën e Drenosit, nga fshati Qirez, në fshatin Likoshan. Me mendim që mu taku me shok, janë të plagu se janë të vrona, për në zonë pa fishek, a që ka është në pytje. Mirë po, ata kanë shkëmby zjarë të 6 lisat, Musa me shok edhe, u plagu Sabit Ladrusi që li kishtë orë me ta, e kanë morë, e kanë qu fshatin Kozhit. Kozhit është atje lartë 4 kilometra nga këtu. Edhe kanë shku nga drejtim, mirë po na të mendu që i kemë shokët aty, këna shku me vrap, kur jena shku të shtena nga të gjitha anët, na ka orë një vetur niva, pa një pa dy në mes së kokut, ku janë familja Ahmeti edhe Gjeli. Unë e kom në mes të rrugës, janë 2 rrugat të ndahet, një ka familja, një ka 6 lisat, e më ka thonë, u bon, ka verifiku, më ka piskato, u prit mi vlo, më smil shka se që të një këtë Beogradit janë. Me gjua e mvroj ke mu, me gju në vroj shaton për momentin. Te jo orë nivat e unë më më mshkil. Ko mikë gjës hapi edhe ko morë kondin tjetën që me gju ma shlirë, atëhere kanë zjerë revolën nonën e djathë me Vevu Janovic i shkrujkë. Ma ka drejtu më më mvroj, na fërsi, veç që kum zgatë tyten, na fërsi gjomit kum shkrejp një karikatar. Atëhere, u qelë dera anej ku ishtë qaj, edhe i ka ra ku kanë të, kam t'i kanë me të një, i kemi asgjësu ata krejt, i kemi marë 4 automatik, 4 revole, pe trupa tyne,
Ka vazhdu lufta me tjertë, Agjen, Recep Recep ka marrë një plom, qytu anë për anë dhe e ku morë, e ku më tërhjek, qashtu të plagosën, pej para dyrave të Ahmetajv, kanë rujet. Atëherë kena vrapu poshtë, kom qelë një derë tjetër, kom hina bërë të Ahmetajv, e kena morë, e kena siguru, e kena shti, e kena fshef me një pozitë që se kanë gjithë heqë forcat sërbe. Na ka hi helikopteri për mi me njëherë. S'ka ndodhë, te na dalë të dyrë, na ka hyp helikopteri për mi, forcat tjera, na ka nërë krejnë këtë nërë kënej, tenka, autoblinda, edhe gjitha e kanë qitë rrithen në rreth qelek, kështu të thamë, edhe 2 helikoptera në momentin, këteri kemi dalë në prut Homzës, që i thujnë edhe të kryu një vejkë që i lidhet aty, i mrami e met me vlau, ku më komuniku me ta, më ka thonë, unë du me hi këtu. Ku? Thë që ku hinën atje, thë të përbërtasin do thmikon. Ata ishin hite këtu të Sefer Nebiho, e këshin vrau grun 7 zonë, edhe ja këshin vrau kunotin, edhe Seferin plagu. E ma vënja kanë vrau edhe tjetërin djallë Sefer, burrin e Lukis. E kështu që atëherë i kumë thë kujdes se s'kam fishekun mos, se unë me ta në 3 fishek mi ka gjugjem kodra një karikatar, nuk u që ka përderdha aty në ven. E më ka thonën, hini ju knejnë ka qërë në thera se unë po hi këtu drejt, edhe u hi orë dhe i nga bërë Shereme Sejdis. Aty u zatet në tytë më tytë me ta, ka fillu luftën aty, në atë bërë pej orës, që aty e kemi nisë, 10, ka qenë dhe këteri në ora 19:15, ka luftu vlov i vetë mumë. Me ta duke përdojër një kosh një hamar aty edhe ka qenë një shpi me pëdrum a që ke pa banume. Do të thëtë në ata 3 vena që i kanë rru, ka luftu të nditën edhe ka vru, ka plagu shumë, ka pas domën 3-15 kanë hi, kanë zirë familjen Ahmetin, ato në i shumë thera pa fishek, që veç më në avyt nga të një fishek 2 kush e kish për shokve, ose një bume dore. Atëherë i kanë zirë familjen Ahmetit 10, i kanë me gjithë musafiri i kanë ekzekutu e i kanë masakru. 4 vllazë Sejdiu këtu, ku liftej ke vllazë, edhe ka ardhë një autoblind, u munue me afru aty të kushjet e hamari, ja u ka gju një bume, kur ja u ka gju bumen e ka prish autoblindën, masi e ka prish autoblindën o orë tenka, kanë gju me helikopterët nga tana ondë, nuk u paj kemi rast e rast dritë ku ka, atëherë e kanë lidhë që atë autoblindë. E vrojnë vlovën, e kanë lidhë që atë autoblindë edhe masi vritet vlovë, tërhiqen autoblindën me tenke e kanë qunë Likoshan.